Frika nga vdekja tërhia e panjohurs një analizë psikiatrike mbi përplasjen e njerëzit me fundin, zbrastin dhe vazhdimin. Qenia është të vdes. Ka diçka të çuditshme gati përbindeshe në vetëdijen njerëzore. Ne e dim se do të vdesim. Asnjë gjallës tjetër nuk e mban këtë njollë të zezë në qendër të trurit të vet. Ky fakt i vetëm është burimi i shumë prej simptomave tona. Ankthit, neurozës, kërkimit të kuptimeve, shpresave metafizike, krijimit të perëndive, shpikjes së jetës pas vdekjes, vetë filozofisë. Si psikiatër, sa herë që përballem me dikë që thot kam ankth, e di se pas gjithë stresave të jetës, punë, familje, ekonomi, marrëdhënie, fshihet një trembje universale, diku brenda nesh dridhet ideja e vdekjes. Njeriu nuk ka frikë nga vdekja si akt biologjik. Ka frikë nga shuarja, nga zhdukja, nga errësira pa kufi, nga asgjëja, ose edhe më shumë. Ka frikë ndoshta nga ajo që vjen përtej. Në një mënyrë ose tjetër, frika nga vdekja është gjyshi i të gjitha frikrave. Ajo prek edhe ateistin, edhe besimtarin, edhe filozofin, edhe njeriun e thjeshtë. Edhe fëmijën që nuk e di çfarë është vdekja, por ndjen ankth kur bie nata. Çfarë ndodher të rëkharë mendojmë për vdekjen? Truri njerëzor ka një mekanizëm të çuditshëm. Nuk arrin të imagjinoj jo ekzistencën e vet. Kur përpiqemi të mendojmë si është të mos ekzistosh, truri vazhdon të funksionojë si një aktor që nuk pranon të zbres nga skena. Në rezonancën magnetike funksionale, kur njerëzit imagjinojnë veten të vdekur, aktivizohen pjesë të trurit që lidhen me vëzhgimin e dikujt tjetër, jo vetvetes. Pra, truri thjesht nuk pranon idenë e shuarjes. Kjo është arsyeja pse njerëzit shpikin narrativ të jetës pas vdekjes. Krijojnë fantazma, hije, shpirtëra. Zhvillojnë rituale varrimi, ngushëllimi, kujtimi. Kanë ëndra me të vdekurit. I ripërshafojnë ata në imagjinat. Vdekja është e vetmja gjë që nuk arrim ta përtypim neurologjikisht. Ajo që nuk mund ta imagjinojmë, nuk mund ta pranojmë plotësisht. Ajo që nuk mund ta pranojmë na tremb. A është frikë nga vdekja PG e panjohura? Në terapi njerëzit shpesh thonë: kam frikë nga vdekja. Por kur e gërmojnë këtë frikë, ajo ndahet në tre shtresa. Një, frika nga humbja e kontrollit. Njeriu nuk e përballon dot faktin se për disa sekonda a minuta nuk komandon më mbi trupin e vet. Se çdo gjë që ka ndërtuar identitet, punë, dashuri shuhet. 2, frika nga shuarja totale. Ideja se dikush tjetër do të ecë mbi tokë ndërsa ne jemi maskun. Që kujtimet tona do t'i fshijë koha njësoj si rruga që zhduket poshtë borës. 3, frika nga vazhdimi i errët. Paradoksale. Një pjesë e njerëzve trembet se mos ka gjë pas vdekjes. A është fair? A është gjykim? A është një boshllëk ku vetëdia endet pa trup? A mbetemi të vetëdijshëm brenda vdekjes? Janë pyetje që as shkenca, as filozofia, as feja nuk i përgjigjen dot plotësisht. Frika e vërtet nuk është vdekja. Është pasqyra e zymë që ajo i vendos njeriu përballë. Çfarë mendojnë besimet? Më shumë si diagnoza kolektive se sa teologji. Një bota perëndimore, vdekja si prag, jo fund. Rritet mortore janë mënyra për të zbutur ankthin. E gjithë struktura fetare ngrihet mbi idenë se njeriu nuk përfundon me trupin. Kjo ndihmon psikikën kolektive të mos shembet. 2, budizmi, ringjallje e pafundme. Këtu frika e vdekjes zëvendësohet me frikën e rikthimit në dhimbje. Dëshira për ndriçim lind si nevojë për të shpëtuar ciklit të pafund të lindjeve. 3, ateizmi, pranimi i errësirës. Jo të gjithë ateistët e përballojnë qetësisht. Shumë prej tyre kanë ankth ekzistencial më të fortë se besimtarët. Mendja njerëzore nuk qetësohet lehtë me asgjë. A ka jetë pas vdekjes? Analiza psikiatrike mbi dëshirën njerëzore. Si psikiatër nuk mund të flas për dimensione metafizike, por mund të flas për mekanizmat e mendjes. Njeriu ka 2 nevoja themelore: të ndihet i rëndësishëm, të besojë se nuk zhduket kot. Për këtë arsye, truri i njeriu projekton një vazhdim. Nuk ka të bëjë me prova apo fe. Ka të bëjë me mekanizmin e vetëmbjetesës psikike. Nëse njerëzit do të besonin me bindje të plot se çdo gjë mbaron me vdekjen, shumë prej tyre do të përjetonin depresion të rënd. Humbnin motivimin për të jetuar. Zhvillonin çrregullime paniku. Rrëshisnin në nihilizëm. Vetë truri është krijuar për të refuzuar fundin. Kjo e bën jetën të durueshme. Çfarë ndodh trupin, psikikën, ndjenjen e vetes? 1. Vdekja klinike. Trupi ftohet. Shelizat ndalen. Syt humbin fokusin. Truri fiket si një pajisje e vjetër që nuk merr rrymë. 2. Përjetimet pranë vdekjes. Disa njerëz raportojnë: tunel drite, qetësi absolute, shkputje nga trupi, rikthim të kujtimeve, zëra, figura, ndjesi të qenit jashtë, shkenca e lidhme, mungesë oksigjeni, aktivitet të xhregut elektrik, substanca që lëshohen nga truri i parafikjes, çlirim të endorfinave. Por këto përjetime janë tepër të ngjashme për të hedhur poshtë si halucinacione kaotike. Ndoshta truri bën një ritual të fundit. Ndoshta ka diçka më shumë. Nuk dim. Arsyeja pse ke pranojmë të vdekjen 1, sepse çdo gjë që kemi është vetëdia jon. Dhe vetëdia nuk mund të imagjinojë shuarjen e vet.
2. Sepse e gjithë jeta jon ndërtohet mbi vazhdim. Çdo shpresë, plan, kujtim, dashuri është një investim drejt së nesërmes. Vdekja nuk ka nesër. 3. Sepse mendja jon është e programuar për të mbijetuar. Përndryshe do të ishim zhdukur si specie. 4. Sepse njeriu ka nevojë për kuptim. Fundet e zhveshura nga kuptimi e thyrejnë psikikën. Vëzbraztia rëndjek. Ka një ankth të veçantë që e përshkruajnë pacientët. Nganjëherë më kap ideja që një ditë asgjë nga unë s'do ekzistojë. Është si rënje në një humner të zezë që nuk e prek dot fundin. Ky ankth është universal. Njerëzit e zën veten me punë, para, luks, ambicie, skandale, drama të përditshme, rivalitete, grindje politike, marrëdhënie të dëshpëruara. Të gjitha këto janë mekanizma të shmangjes së mendimit për vdekjen. Njeriu nuk ka frikë të vdes. Ka frikë të kujtohet se do të vdes. Fund, çfarë mbetet? Sipas psikiatrisë, mbetet vetëdia e vetme që e di se po humbet. Sipas filozofisë, mbetet pyetja pa përgjigje. Sipas besimit, mbetet shpresa. Sipas nihilizmit, mbetet asgjëja. Por sipas psikikës njerëzore, mbetet ankthi i pandashëm që na shtyn të jetojmë. Ankthi nga vdekja është si një figurë e heshtur që ecën pas nesh. S'na prek kur me dorë, por ne e ndjejmë praninë e saj. Dhe pikërisht kjo praninë na jep energjinë për të krijuar, dashur, luftuar, mbijetuar, kërkuar kuptim. Nëse nuk do të kishim frikë nga vdekja, ndoshta nuk do të kishim arsye të qëndronim gjallë. Konkluzion, vdekja ka fund, për pasqyrë. Si psikiatër, unë nuk mund të them çfarë ka pas vdekjes. Nuk kam prova, nuk kam shpallje hyjnore, nuk kam eksperiencë personale, por kam diçka tjetër. Kam dëshmitë e dhjetëra njerëzve që kanë parë vdekjen nga afër. Dhe një gjë është e qartë. Në momentet e fundit, ajo që njeriu sheh nuk është vdekja, është jeta që ka jetuar. Frika nga vdekja shpesh nuk është frikë nga fundi, por frikë nga ideja se mos kemi jetuar mjaft. A mbaron gjithçka me vdekjen? Ndoshta. A vazhdon diçka? Ndoshta. A e di dikush me siguri? Jo. Por pyetja nuk është çfarë ndodh pas vdekjes. Pyetja, çfarë po bëj me kohën para saj? Në errësirën që vjen, ne mbajmë në dorë vetëm dritën e vetëdijes son, shpesh të lëkundur, shpesh të dobët, por gjithmonë tonën. Dhe ky është i vetmi realitet që kemi.